nga barku i nënës. Dietarët tash në njohurit tona mbi përgjithsisht po them mbi abortin, tash ne si shoqëri nga njerë është mirë të definojmë gjërat, se përmendi dhe doktori atë ligjin, këtu se ishte duke folur e shikova dhe ligjin e ato që e tha doktori përfundimisht bie ndesh me mësimet islame. Çka konkretisht? Jo pse e tha doktori, dëmo nuk kam të bëjmë, po shkenca dhe... Sepse mendoj që dietarët bashkohorët besimit islam në parem aborti normalisht është indaluar, në parem, në princip, sepse që nga dita e parë mësimet hynore tona islame është qenje, është krijes, është njeri dhe aborti dietarët bashkëkohore kanë potencuar kohëve të fundit janë marrë me këtë çështje sepse kjo është një dukuri tani më e përmendje doktorëve të kaluara si kanë ndodhur gjërat e këtij, po tash ka ndryshuar gjendja. Në statat jashtëzakonshme kur konstatojnë ekipet përkatëse apo njerëzit kompetent të fushës përjashtimisht, pra po them rastet që konkludojnë mjekët ku ta diun, aborti mund të vihet në diskutim, mirë po në mësimet islame tash po shprehem kështu shumë. Çka është dënimi për abort, hoq? Çështja e dënimit ato janë çështje të Zotit, po megjithatë ne llogaritet mbytja e një njeriu. Për shembull e përmendi Jova 22, Jova 22, pse lexova që në 65 si kushtetutës Kosovës pas ka disa qartësimet të kësaj fushë, ne normalisht që janë ato mi po esenca e fesë, tash nëse unë po të folis në esencën e fesë, nuk po të folis në esencën e të ligjit dhe asaj, sepse disa mund ta komentojnë me thonë, po dojnë këta me ndërhyjnë ligjin ne jemi shtet sekular. E dim që jemi shtet sekular dhe duhet të jemi dhe ne mbështesim dhe kuda diun, mi po ne si shoqëri nuk mund ta përjashtojmë faktin që kemi një shoqëri besimtare. Dhe kemi disa besime që në këtë rast Republika Jon Këndej është me një shoqëri shqiptare të besimit musliman pak më shumë. Dhe në këtë drejtim nuk mund ta përjashtojmë ne asesi edhe në qëndrimin e shoqërisë. Për shembull, po supozoj muajin e 7, muajin e 8, pas një konstatim të mjekut, pas një mendim ku ta diun për gjendjen e fushës për pikë qefit me bo abort, nuk mundet me thonë që lejohet në mësimet islame absolutisht. Absolutisht. Pra, unë nuk po e kontestoj ato që e tha, por po du me thonë që kemi disa Do të kjo që bjen dash është veç kjo që nuk lejohet. Zakoni shqiptar, mësimet islame, flasë për mësimet, kushtetuta e Kosovës, ligjet, baza juridike, këtyre gjërave, këto gjëra përmendi më duket edhe avokatja që duhet një bashkëbisedim paraprak i gjithë mekanizmave të shoqërisë, sepse shumë gjëra në Kosovë po miratohen pa pas një diskutim publik paraprakisht. Po miratohen apo po mirët vetëm një opinion, tjetra mos të harrojmë. Ne në vlerat, ne jemi popull shqiptar në Evropë, mi po jo çdo gjë evropiane mund të i përshtatet popullit tonë. Nuk, kur përvlitet kjo lënda edukata seksuale, unë mendoj që është heret të flitet për këtë temë tani. Pse është heret? Është më se heret dhe përbën lajm deklarimi avokatës që mbështet edukatën seksuale, që normalisht po mu përbën lajm. Dhe është heret. Pse hoq? Po sepse nga njerë... Pjesa tjetër e panelit gjithë janë pajtimit që edukata seksuale të futet. Po shiko, diversitetin mendimin, qëndrimi është i mirë, po... Dëshmi pos argumentet pse je pro dhe kundër. Pse apo i bjen që sistemi ynë arsimor pa këtë lëndë pas ka dështuar deri më sot? Mësim dhënë si tonë? Pra, po, në rregull, jemi po. Unë dua të ruaj respektin, angazhimin e mësimdhënësve tonë. Prandaj nuk kam bet çështja veç edhe kjo lëndë edhe situata ndryshon për. E ku është çështja? Shikon mekanizmat këtë vend. Po të lojnë të lojnë dhe edukatës seksuale, ndërsa dhe doki ka me shtu diqka të kjo pjesë. A me ndonë ju që, tash, a më pyte të ja je kundër, a je pro, jo, nuk më pyte këtë. Po më po e them, mos e ofroni para opinionit se po që se ofruat kjo lëndë nesër,
Gjendja në vendin tonë do jetë, pra du të me pas kujde, pra du të me shku me hapa gradual. Po t'ja e pro a kundër tash? Kundër kuj? So i Londët e? Londës të edukimit seksual futën në shkolla. Ka debat publik para prakesh, du të me ditë qëfar Londë. Mendimit. Po nëse më thua Londë... Edukim seksual, që ka nuk kuptën? Jo, nëse, se që keni parasit ju mediat, ligjin që ka sponsorizu qeveria, nëse është ashtu. Ashtu si që keni parashtru ju, pa është një ligjë, është diçka këtë tjetër. Po pasaj nora. Po, na kemi të drejt, si qytetari i këtij vendit, të jap opinionin tim. Për këspari, unë angazhohem në ngritjen, formimin e personalitetit qytetarëve tonë, institucionin e familjes, sistemi arsimor të avancuar, kompetentët të jenë më të vëmenshëm në qasjen e tyre ndaj këtyre dukurive, unë për këtë arsye nuk e thash edhe rastisht. Unë ndoshta e kam gabim, por është emisioni i parë që unë po e shoh në televizion. Për këtë temë, edhe nuk mendoj që ne po zgjidhim, mi po unë e falenderoj zotërinë që unë kuadru dhe na i dha doj statistika, por unë po ta qëllimin e kur thash nuk ka fenomen hudhja në beturina, po ta qëllimin, statistika që i ofroj unë e falenderoj se edhe ajo është një shqetësim i madh.